Atëre, kalojmë në rastet e tjera të cilat kanë përgatitur gazetarë për të publikuar. Janë raste që vinë nga Kosova, Maqedonia, Malizi, por edhe nga Shqipëria. Për gjithë personat që ju do të shikoni në ekranin tuaj dhe do të dëgjoni historinë e tyre, ju lutem kontaktoni me ne. Fillojmë me historinë e parë, Bernard. Atëherë do të ripublikojmë historinë e 10 vjeçarit nga zona konjare mesme e Shkupit të Maqedonisë, historinë pikërisht të Mithat Ibrahimit, i cili është dukur me datën 19 mars të vitit 2010. Mendohet se kemi të bëjmë më një rrëmbim personi, pasi në ditën që Mithati i vogël është dukur, sapo është kthyer nga shkolla, ka qenë ora rreth 16:30 e mesditës, ka dalë me shokut për të luajtur në oborrin e shtëpisë dhe rreth orës 17 askush nuk e ka parë se ku është dukur. Të vetmet të thonat dhe të dhëna që ekzistojnë për rastin janë ato të personave të komshive që jetojnë aty afër, të cilët kanë parë të qarkullojë një zonë një makinë me ngjyrë të verdhë, por që ka qenë një rast i pazakontë sepse edhe personat të cilët gjendeshin në makinë ishin persona të panjohur dhe ndoshta kanë hedhur hipotezën se Mithati i vogël mund të jetë rrëmbyer nga këta persona. Duke i bashkangjitur dhe një tjetër informacion se disa ditë më përpara, ndoshta po të njëjtët persona janë parë në shkollën e Mithatit duke fotografuar fëmijë të ndryshëm. Dhe ndoshta mes tyre kanë pikasur Mithatin për ta rrëmbyer. Gjithnjë mbetemi në fushën e hipotezave, por gjithashtu jemi këtu edhe për të sensibilizuar të gjithë opinionin publik kudo që ndodhet, që mund të di diçka për fatin e voglushit 10 vjeçar Mithati Ibrahimi. Ju lutemi në emër të familjes që të jepni çdo lloj informacioni që për ju ndoshta mund të jetë sadopak i rëndësishëm, por për ne ka shumë rëndësi për të vazhduar pistat e kërkimeve rreth tij. Duke shpresuar që Mithati të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë dhe jo si fati Albert Shalës, të cilin ju e ndoqët një javë më parë, pra se çfarë ndodhi me të. Fatkeqësisht ndodhe dhe kështu, megjithatë shpresojmë që në lidhje me Mithatin të kemi informacione të dhëna. Mithati është rrëmbyer më mirë, pak a shumë një muaj përpara se të zhdukej edhe Bleona Mata. Pak a shumë në të njëjtën zonë, duke kërkuar Mithatin, ne njëkohësisht pra hedhim pyetjen dhe bëjmë apel për gjithë ata të cilët dinë diçka për Bleonën e vogël dhe për momentin kanë heshtur dhe nuk kanë treguar asgjë. Pra, edhe një herë kemi të bëjmë me një fëmijë 10 vjeç, Mithat Ibrahimi nga Shkupi i Maqedonisë, flokët gështenj, syt kafe në 19 mars të vitit 2010 është rrëmbyer përpara shtëpisë së tij, po në Shkup, apo jo? Është me rëndësi të thuhet, ju bët shumë mirë që i dhatë edhe karakteristikat fizike, ai gjithashtu, sipas familjarëve ka një shenjë dalluese, ka një nishan të dukshëm të madh në pjesën e barkut, sepse kanë kaluar vetëm 2 vjet dhe normalisht këto të dhëna janë të rëndësishme për personat që mund dinë diçka për të. Ne do t'i kthehemi hollësisht kësaj historie, ndoshta në emisionet në vijim, pasi kemi marrë disa të dhëna shumë të rëndësishme dhe duam t'i krahasojmë me njëra tjetrën, si për Mithati Ibrahimin, por dhe për Bleona Matën. Kalojmë tek rasti tjetër, Seda. Me mbrëma Aida, me mbrëma të gjithëve, atëherë vazhdojmë me historinë e 41 vjeçares Mira Ragamaj, e cila është me origjinë nga Gjakova e Kosovës, ka shkëputur kontaktet me familjen e saj në vitin 1998 në drejtim të paditur. Mira është larguar nga shtëpia e saj në vitin 1998 në drejtim të paditur, duke lënë 3 fëmijët e saj në shtëpi me bashkëshortin e saj. Nga momenti i largimit nuk dihet më asgjë për vendodhjen e Mira Ragamaj. Ajo kërkohet nga vajza e saj e madhe, e cila quhet Violeta. Pasi Mira largohet nga shtëpia dhe nuk gjendej në shtëpi dhe sepse familja ka pyetur dhe në të afërmit e saj nëse ajo mund të ishte larguar, ata kanë filluar kërkimet në policinë e Gjakovës, aty ku ajo jetonte, por nuk kanë marrë asnjë lloj informacioni deri në këtë moment që ne flasim. Unë i bëj thirrje të gjithë atyre personave të cilët e kanë parë ose dinë diçka për fatin e Mira Ragamaj, të kontaktojnë në numrat tanë të telefonit për të dhënë informacione sa më të sakta për të. Jemi duke ndjekur dhe foton dhe të dhënat e saj, luten të gjithë personat që e din ku ndodhet apo din diçka se çfarë mund të ketë ndodhur me të, mund të jetë bërë me të, do t'i luteshim të kontaktonin në emisionin tonë. Dhe kalojmë tek rasti tjetër e Vis më mbrëma. Mi mbrëma, atëherë, ndërkohë, Dritan Sallova është personi tjetër i humbur nga qyteti i Prishtinës. Ai aktualisht është 38 vjeç dhe ka qenë vetëm 17 vjeç kur është larguar nga shtëpia e tij në vitin 1991 në drejtim të Kroacisë.
Si fillim, ai ka telefonuar familjen për të treguar se jetonte në qytetin Split dhe më tutje në Zagreb. Dhe në vitin 1995 në familjen Sallova vjen një letër nga një person nga qyteti i Podujevës, i cili kishte treguar se ishte miku i Dritanit, ku ky fundit i kishte dhënë një letër për t'i treguar familjes se ishte shpërngulur nga Kroacia për të shkuar më tutje në Bosnjë Hercegovinë, ku aty jetonte së bashku me një familje muslimane. Deri më tani nuk dihet vërtetësia e këtij informacioni. Gjithsesi, ne dim se prej vitit 1995, pra nga kjo letër që është dërguar nga miku i Dritanit, nuk dihet se çfarë ka ndodhur me 38 vjeçarin nga qyteti i Prishtinës. Për të arsye kërkojmë ndihmën dhe telefonatat e gjithë shqiptarëve që e njohin Dritan Sallovën. Atëherë do të jemi në pritje dhe rreth kësaj historie. Kalojmë tek rasti tjetër, Stella. Mirëmbrëma, përshëndetje gjithëve. Do të vijojmë me historinë e Zenel Muzhakës. Sot do të jetë 51 vjeç, ka lindur në Kosovë. Ai rezulton i humbur që prej datës 15 shkurt të vitit 2002 nga New Yorku. Zenel Muzhaka ka emigruar në fakt që prej vitit 1977 dhe ka pasur kontakte të rregullta me familjen, ashtu siç edhe theksova më sipër. Ka jetuar me bashorten dhe me 5 fëmijët e tij, madje kemi pasur dhe një adresë dhe disa numra telefoni të tij. Për fatkeqësisht kanë qenë të padisponueshëm dhe nuk kemi akoma informacion për fatin e Zenel Muzhakës. Ndaj, kërkojmë natën e sotme ndihmesën e gjithë shqiptarëve që jetojnë në New York, nëse e dini historinë e Zenelit, të na telefonojnë dhe të na ndihmojnë me informacione. Pra edhe një herë, Zenel Muzhaka nga 15 shkurt i vitit 2002 ka humbur kontakte me familjarët nga New Yorku. I Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të lutur gjithë personat që e njohin se ku ndodhet dhe dinë se çfarë është bërë me të kontaktojmë pra me njëherë me emisionin tonë. Lutemi gjithmonë në emër të familjarëve të tij. Kalojmë tek rasti tjetër, Silva. Atëherë do të publikojmë të dhënat e Beqir Ruku nga fshati Poklek i komunës së Drenasit në Prishtinë. Ai është 56 vjeç dhe prej dhjetorit të vitit 1991 rezulton i humbur për familjen e tij. Ai është larguar nga Kosova në vitin 1976 për në Kroaci dhe në këtë shtet ai martohet me Lucianën, e cila është një shtetase kroate dhe sjell në jetë 2 fëmijë, Albertin dhe Katarinën. Në vitin 1989 ata shpërngulen familjarisht në Trieste të Italisë dhe 2 vjet më pas Beqiri kthehet për një vizitë të shkurtër në Kosovë dhe largohet nga shtëpia për të kthyer në Itali, por në fakt nuk dihet nëse ai mbërriti atje apo jo. Më vonë mësohet se ai ishte ndar nga bashortja, nga Luciana, por ne arritëm të lidheshim me vajzën e tij Katarinën, e cila nuk dëshironte as pak të fliste për babain e saj. Çuditërisht nga publikimi i fotografisë së tij në sezonin e kaluar, erdhi informacioni se ai ndodhej në Alas, pra duke na zhvendosur kushtuar në një kontinent tjetër. Dhe në këtë mënyrë u hap një pistë e re, domethënë për Beqir Rukun, por ende nuk mund të flasim me siguri në rast se personi në fjalë është Beqir Ruku apo jo. Megjithatë ne jemi angazhuar si në zyrtare, po ashtu edhe në sajt të bashkëpunëtorëve tonë dhe jemi në pritje domethënë për një përgjigje konkrete nëse ky person është Beqir Ruku apo jo. Apo është dikush tjetër. Pra jemi në investigime sipër, ju ndërkohë jeni duke ndjekur foton e tij, është një foto që disponojnë familjarët prej vitit 1991 ku ata kanë humbur kontaktin me të. Nuk e dim se si është pamja e tij sot, megjithatë janë të lutur gjithë personat që e dinë ku ndodhet apo çfarë është bërë me të kontaktojnë me njëherë me emisionin tonë. Kalojmë tek rasti tjetër, Dorina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Aida, atëherë sot ne do të prezantojmë rastin e Xhevaire Xhemalit. Ajo duhet të jetë 33 vjeç, është nga Ferizaj e Kosovës dhe ka humbur kontaktet me familjarët e saj në vitet 1998. Familja e Xhevaires është shpërngulur në vitet 1988 në drejtim të Zvicrës. Gjatë kësaj kohe, kur ishte vetëm 17 vjeç, ajo vazhdonte kohën dhe ndërkohë dhe punonte në një restorant. Dhe ditën kur ka ikur nga familja, i ka lënë një letër në të cilën shkruante që vazhdonte jetën e saj. Dhe që nga vitet 1998, kur ka qenë dhe viti fundit që Xhevaire ka nisur një letër pranë familjes së saj, deri në ditët e sotme familja nuk ka marrë asnjë informacion. Para se të vazhdosh, sepse jemi duke ndjekur pasaportën e saj televizive, është vetëm ja foto që disponojnë familjarët dhe kanë dërguar në emisionin tonë. Nuk duken mirë tiparet e saj, megjithatë, pra kanë kaluar shumë vite që nga viti 1998, kur ajo nuk është bërë më gjallë në familje, ka jetuar në Zvicër, apo jo, në çfarë zone dhe njëherë, në çfarë qyteti të Zvicrës? Në Zyrit të Zvicrës, ka qenë vendi, po, ku familja e saj është shpërngulur së bashku me to, edhe pse kanë kaluar shumë vite, familja mendon se ndoshta Xhevaire ende ndodhet në Zvicër. Pra, këto janë të dhënat e familjes, ndërkohë që duhet thënë se ata kanë bërë dhe denoncimin në policinë
e Zyrihut. Megjithatë, për momentin nuk kanë marrë asnjë të dhënë, asnjë informacion për fatin e saj se çfarë mund të ketë ndodhur. Ne do t'i kthehemi, ndoshta do të qëndrojmë hollësisht në historinë e Xhevaire Xhemailit, e cila sot duhet të jetë 33 vjeç, origjina e saj është nga Feriza e Kosovës, por ka humbur kontakte me familjarë nga viti 1998, ka dalë nga shtëpia e saj në zyrit e Zvicrës dhe nuk është kthyer më. Flokët i ka të zeza dhe sytë ngjyrë blu. Këto janë të dhënat të cilët ne kemi marrë nga familjarët. Jeni të lutur të gjithë ju që ndoshta keni të dhëna dhe informacione për të kontaktoni me misionin ton për të na ndihmuar me informacione dhe me telefonata për vendodhjen e saj aktuale. Atëherë kalojmë tek rastet e tjera, Bernard. Atëherë do të kalojmë në rastin e Froktolit. Aktualisht duhet të jetë 52 vjeç, i lindur në Kashnjet të Lezhës, dhe nga prilli i vitit 1998 ka shkëputur kontaktet nga Turqia. Në fakt, në bazë të atyre çfarë na kanë deklaruar familjarët, Frogu ka qenë një person disi i mbyllur në vetvete, ka qenë person i cili studionte shumë, por ka qenë disi i veçuar, njëri i qetë. Fillimisht ka emigruar drejt Greqisë në vitin 94 dhe më pas, mbas disa kohësh, ka shkuar në Turqi. Ka lëvizur mbrapa në vitet 96-97 në drejtim të Gjermanisë, është rikthyer në 97 në Shqipëri dhe në prill të 98-s është larguar për herë të fundit në drejtim të Turqisë, nga dhe ku ka shkëputur kontaktet me familjarët. Për herë të fundit ka dërguar dhe një letër disi me përmbajtje të çuditshme për familjarët që ata duhet të prisin një mikeshën e tij daneze dhe duhet ta prisin me gjithë të mirat, ta respektonin sepse ishte një mikesh e tij. Në fakt ajo nuk ka patur një kontakt të qartë me familjarët dhe mbetet shumë mister pra lidhja e Frokut me këtë zonjë, e cila asnjëherë nuk ka deklaruar se nëse e njihte vërtet apo cilat ishin të dhëna që mund të kishte për Froktolin. Gjithsesi ne u bëjmë thirrjet e gjithë shqiptarëve që na ndjekin qoftë nga Turqia, qoftë nga Gjermania apo nga Greqia, po përmendim vendet ku ai ka qenë më përpara, ju lutemi në emër të familjarëve të na jepni sadopak informacione që mund të keni për të, pasi ata prej shumë kohësh vazhdojnë ta kërkojnë në emisionin Njerëz të Humbur. Më ndihmoni dhe një regjia me foton e Froktolit dhe ndërkohë japim edhe një herë të dhënat Bernard për të. Atëherë ai është i datëlindjes 18 tetor 1960 në Kashnjet të Lezhës dhe nga prilli 98-s ka shkëputur kontaktet me të afërmit e tij nga Turqia. Jemi duke ndjekur foton e tij, nëse keni parë të person, ju lutem kontaktoni me misionin ton, familjarët janë të shqetësuar për fatin e tij, çfarë është bërë me të, sepse nga prilli 98-s ai nuk është më bërë më i gjallë në familje. Ka dërguar thjesht një letër dhe që nga ai moment ka shkëputur çdo lidhje me ta. Kalojmë tek rasti tjetër. Ajda, atëherë vazhdojmë me historinë e Florin Gjergjit, aktualisht 39 vjeç, vendlindja e tij është Lezhë, ka shkëputur kontaktet me familjen e tij në datën 22 prill të vitit 1992 nga Greqia. Ai është larguar për herë të fundit nga shtëpia në datën 5 mars të vitit 1992 dhe ka shkëputur kontaktet me familjen po në këtë vit, në muajin prill të 92-shit. Kontaktet me familjen kanë qenë të rregullta, ku ai shkruante shpeshherë dhe thoshte se punonte në ndërtim dhe ishte shëndoshse mirë. Në letrën e fundit, të cilën e dërgoi në datën 22 prill të vitit 1992, ai pohonte se në muajin shtator do të kthehej sërish në Shqipëri. Por kjo ka qenë dhe kontakti i fundit që ai ka pasur me familjen. Familja pasi djali ka shkëputur kontaktet ka marrë disa informacione për të. Ku thuhet një person i cili ishte i njohur në familjen e Florinit pohon se në muajin maj të vitit 1992, pra vetëm disa muaj pasi ai kishte shkëputur kontaktet me familjen, ishte parë në Selanik të Greqisë në një spital, fatkeqësisht emrin e spitalit nuk e dim, duke punuar pasi ky spital ishte duke u rikonstruktuar dhe ai punonte aty. Kjo është informacioni, por nuk kemi një adresë të saktë se kush është emri i spitalit ose me kë ai qëndronte në Selanik. Gjithsesi unë i bëj thirrje të gjithë atyre personave të cilët e njohin Florin Gjergjin ose din diçka për fatin e tij të na kontaktojnë në numrat tanë të telefonit për të dhënë informacione sa më të sakta. Shpresojmë pra të kemi informacione sonte nga Selaniku, aty ku vijnë informacionet e fundit për Florin Gjergjin, nga të gjithë ata që na ndjekin momentalisht. Dhe kalojmë tek rasti tjetër, Vis. Po, atëherë, ndërkohë në këto momente fotoja që do të shihni në ekran i përket Zinete Marës, e cila ka humbur kontaktet me familjen në 23 tetor të vitit 2001 nga shteti italian.
Vetëm një vit përpara, në vitin 2000, Zinetja është martuar me bashkëshortin e saj, zotin Elidon Telo, ku si fillim së bashku kanë emigruar drejt Greqis, dhe vetëm pas disa kohësh ata kanë përfunduar në shtetin italian, ku këtu për fat të keq Elidoni ka përfunduar në burgun e Firenzes, dhe me njëherë pas pak kohësh pasi ka ndodhur kjo ngjarje, Zinete Mara ka shkëputur kontaktet me familjen e saj e cila jeton në Shqipëri. Unë po jap edhe një herë të dhënat e saj, pra jemi duke kërkuar Zinete Marën, ajo ka lindur në qytetin e Vlorës, aktualisht duhet të jetë 36 vjeç dhe ndërkohë ngjarja e zhdukjes së saj ka ndodhur në 23 tetor të vitit 2001 në Firenze të Italicë. Atëherë shpresojmë informacione sonte edhe për Zinete Marën, nga të gjithë shqiptarët që na ndjekin momentalisht nga Firenze, nëse kanë parë dhe kanë të dhëna për fatin e saj, janë të lutur të kontaktojnë me njëherë me emisionin tonë. Kalojmë tek rasti tjetër. Po do të flasim për 41 vjeçarin Sabah Kala, i cili ka lindur në Bulqis. Rezulton i humbur që prej datës 26 mars të vitit 1994 në drejtim të paditur. Sabah Kala u nis në fakt me disa shokët e tij drejt shtetit grek, por gjërat nuk shkuan ashtu siç ata i kishin parashikuar. Rreth 2 muaj më pas, shokët me të cilët ai u nis janë kthyer të gjithë në Bulqis, ndërsa me fatin e Sabah Kalos nuk u mor vesh faktikisht se çfarë ndodhi në të vërtetë. Ndaj kjo histori ka mbetur akoma e pa zbuluar, thuhet nga dëshmitë e tyre të paktën që jemi ndarë në një kishë në Kastoria, megjithatë rrethanat janë ende të paqarta. Ndaj kërkojmë ndihmën e gjithë shqiptarëve, kryesisht nga Kastoriaja, nëse e din apo kanë dëgjuar diçka rreth historisë së Sabah Kalës, mos hezitojnë dhe të na japin variantin dhe historinë e plotë, nëse vërtet ka ndodhur diçka atë mbrëmje. Kalojmë tek historia tjetër. Atëherë të kalojmë në historinë e Ylli Shullanit, djali 39 vjeçar nga qyteti i Durrësit, i cili prej tetorit të vitit 2000 rezulton i humbur për familjen e tij nga Franca. Në këtë shtet ai ka qenë i pajisur me pasaportë franceze, por me një identitet tjetër, atë të Shefqet Berishës nga Kosova. Informacionet në adresë të tij kanë qenë të shumta dhe ne jemi angazhuar si në rrugëzyrtare, po ashtu edhe nëpërmjet bashkëpunëtorit tonë në Francë, zotit Blerim Zeqiri, pasi puna e tij me këtë rast ka qenë goxha, e madhe. Duhet të themi që për këtë histori, ne kemi trajtuar dhe në 2 sezone të kaluar dhe kemi qëndruar gjerësisht, kemi patur kontakte me disa persona, të cilët na kanë përmendur shtete të tjera ku thuajse ylli mund të ketë qenë apo ai se do të shkonte, dhe njëra prej tyre është edhe Italia. Në këtë shtet ai ka qëndruar herën e parë kur është larguar nga Shqipëria. Duhet të themi që nga largimi i parë në vitin 1991 deri në vitin 2000 kontaktet me familjen nuk kanë qenë të shpeshta dhe në vitin 2000 ai i shkëputi përfundimisht deri në ditët e sotme. Duhet të thënë se nëna e tij tani afër është larguar edhe nga jeta dhe ajo nuk e di, pra nuk e mori vesh se çfarë ndodhi me djalin e saj. Ndërkohë që jemi duke ndjekur dhe foton e tij, Ylli Shullani, pra sot duhet të jetë 39 vjeç, nga Durrësi, flokët e zeza, syt kafe në tetor të vitit 2000 ka humbur çdo lidhje me familjarët e tij nga Franca, që nga ai moment nuk dihet se çfarë është bërë me të. Janë të lutur gjithë ata persona që e njohin, por dhe vetë Yllin nëse na ndjek, të lajmëroj më njëherë në emisionin tonë për të qetësuar familjarët e tij të cilët nuk dinë se ku ai ndodhet. Kalojmë tek rasti tjetër. Atëherë do të prezantojmë të dhënat e Det Fsharit. Ai sot duhet të jetë 42 vjeç, është nga Velipoja e Shkodrës dhe ka humbur kontaktet me familjarët e tij në 22 dhjetorin e vitit 1990, vendin në të cilën është larguar ka qenë Jugosllavia. Deda së bashku me një mikun e tij janë larguar të dy nëpërmjet një gomone. Pasi kanë kaluar 9 muaj në Velipoj, shkon një person nga Dukazhini i cili ka jetuar në Jugosllavi dhe i ka pohuar familjarëve se Deda dhe Nikola, miku i tij, janë strehuar tek shtëpia e këtij personit, ku dhe kanë punuar për një farë kohë kundrejt një pagese dhe më pas ata i kanë kërkuar për t'u larguar me anë të trenit në drejtim të Hollandës, që nga ky moment familja nuk disponon asnjë informacion për Det Fsharin dhe ne sot i bëjmë thirrje gjithë personave të cilët kanë informacion të telefonojnë. Jemi duke ndjekur foton dhe të dhënat e tij, janë të lutur gjithë ata persona të cilët dinë se çfarë është bërë me Dedën, të kontaktojnë me njëherë me emisionin tonë në qoftë se e kanë parë diku edhe këto momente që ne flasim. Sot ai duhet të jetë 42 vjeç, është nga Velipoja, flokët Gështenj, syt kafe, më 22 dhjetor të 90-s është larguar dhe që nga ai moment familjarët nuk kanë asnjë të dhënë për të. Ka pas disa informacione gjatë gjithë kësaj kohe kur është publikuar në emisionin tonë, por megjithatë ne ripublikojmë historinë për të marrë vesh pra edhe një herë dhe për të zbardhur gjithë ato pikë të errta, pjesë të errta që janë në gjithë historinë e Dedës që nga viti 1990.
Këto ishin raste që ne kishim përgatitur për të publikuar, do të presim telefonata dhe informacionet tuaja, të nderuar miq, të gjithë ju që ju kujtojnë diçka këta persona, mos nguroni por telefononi dhe jepni atë që dini dhe keni dëgjuar për fatin e tyre. Dhe në këto momente kalojmë në rubrikën tonë më të re, misteret pas zgjidhura, histori të pas zbuluara, pra personazhet pas zbuluar. Ndërkohë sonde do të qëndrojmë në një vend tjetër, ne duke u bërë një udhëtim nëpër Shqipëri dhe duke qenë tashmë dhe në prag të 100 vjetorit pavarësisë, jemi munduar të ndalojmë në stacione të ndryshme për të hedhur dritë mbi pjesë të Shqipërisë, mbi histori të Shqipërisë, të cilët ndoshta të gjithë ju nuk keni dëgjuar ndonjëherë dhe nuk i dini se për çfarë bëhet fjalë. Sonde kemi menduar të shkojmë në gurën e Domgjonit. Cila është ajo dhe çfarë kemi zbuluar atje? Ndiqni insertin dhe kthehemi një herë në studio. Ky është Domgjoni, një fshat i vogël në rrethin e Mirditës që ngjalli interesin ton për ta vizituar për vlera të mëdha që mbart. Peizazhi i ashpër që krijojnë malet përreth, zbutot nga rrjedhat dhe gurgullime e lumit fan. Me një popullsi prej 650 banorësh, fshati Domgjon jeton me zgjelbërimi që thuajse e shoqëron gjatë gjithë vitit, ndërsa jetesa e banorëve është mbështetur kryesisht mbi bujqësinë. Por përveç maleve, lumit, banorëve që çdo ditë japin jetë fshatit Domgjon, diku në periferitë të tij gjendet edhe një gurë e vjetër. Gojdhëna thonë se ajo mbart një histori 1400 vjeçare. Banorët thonë se 14 shekuj më parë, 6 vëllezër nga peja e Kosovës për arsye ekonomike udhëtuan përmes Kuksit në drejtim të fshatit fan të Mirditës. Pas ditëve të gjata udhëtimi, vëllezërit u ndjen të lodhur. Për këtë arsye ndaluan në fshatin Domgjon. Ishte verë dhe nga vapa e madhe, ata ishin të etur, e po ashtu edhe kuajt e tyre. Thonë se kafshët janë në gjendje të zbulojnë burimet e ujit, e kjo u vërtetua nga kuajt e tyre, të cilët nisën të grëmojnë me këmbë tokën ku ndodheshin. Vëllezërit u afruan për të kuptuar ç'po ndodhte. Në çdo hap që gërmoi, ata e kishin të qartë. Kuajt kishin gjetur një burim të pashteshëm ujë. Gjashtë vëllezërit menduan që kësaj gure t'i vendosnin një emër dhe zgjodhen emrin Domgjon, ashtu siç quhej vëllai i tyre i madh i cili ishte prift. Gura e Domgjonit në fakt nuk është një gurë e zakonshme. Përveç historisë që lidhet me zbulimin e saj, kjo gurë rezulton të jetë më e vjetra në Shqipëri dhe e dyta në Ballkan. Me një tunel që shënon një gjatësi prej 1 metër dhe lartësi deri në 1.3 metër, kjo gurë arrin të sigurojë ujë thuajse gjatë gjithë vitit. Rreth 100 metra nga dalja e tunelit nëntoksor, ku rrjedh uji i vrullshëm, është ndërtuar pusi i kontrollit. Nga kjo hyrje për në fundin e pusit, zbritet me anë të 23 shkallëve guri në formë spiralje të vendosura në faqet e brendshme murore. Këto faqe muri kanë në përbërje të tyre lezhdele dhe të verdha vezësh, që ndërtesa të rezistoj sa më shumë. Gjerësia e pusit shkon deri në 2.15 metër, ndërsa lartësia është 8 metër. Në fund është baza e ujësjellësit. Gjatë periudhës së verës,
ndonë se uji paksohet, ai nuk shteron kur, ndërsa në dimër ka një prurje të madhe për shkak edhe të dëborës. Banorët e fshatit për ta ruajtur sa më mirë këtë gur, kanë mbjellë kudo pemë të shumta are, pasi ato ruajnë tokën përreth burimit në mënyrë që të mos shkatërrohet nga erozioni. Falë këtij zbulimi, i gjithë fshati e merru ujë nga kjo gur. Në të gjitha familjet e tyre ujë të marrën nga kjo gur, një pjesë e mirë e kanë të marrën në mënyrë private, kurse një pjesë e mirë tjetër këtu ka qenë bërë ujësjellsi i gjithë fshatit, cila ka pas furnizuar gjitha familjet këtu me ujë. Gjatë dimrit, ujërat që rrjedhin pak metra larg gurës vinë rrëmbyeshëm dhe sjellin me vete mbetje të shumta, duke bërë që ky lum të turbullohet, ndërsa uji i burimit vazhdon të rrjedhë i pastër dhe i papërzier. Kjo bën që uji i gurës të jetë gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i dobishëm për jetesën e këtyre banorëve. Duke e parë gurin e Domgjonit si diçka të veçantë dhe të rëndësishme në jetën e tyre, banorët e zonës janë përpjekur që ta ruajnë këtë vend burim, jo vetëm për dobitë që ai ka, por edhe për vlerat kulturore e historike që mund të studiohen akoma. Ka patur studiues të tillë si Nikol Loka, autori i monografisë Fani del nga muzjet, të cilët me të drejtë nuk i qëndrojnë ides se ky monument kulture nuk duhet përcaktuar thjesht si një gur që i ka shërbyer asaj zone për nevojat e tyre jetësore të furnizimit me ujë. Ai vend duhet parë në këndvështrimin e veçantë të pozitës gjeografike ku ndodhet dhe të periudhës historike kur është ndërtuar. Së bashku me kështjellën, që në popull njihet me emrin qytez, ndërtuar në antikitetin e vonë, kryesisht në shekullin e 6 të erës tonë, flasin për një vendbanim të rëndësishëm. Ndërtuesit kishin një traditë të shjuar në punimet nëntoksore, si nxjerrës të mineraleve. Një vepër e tillë ujësjellse e ndërtuar në një qytet të vogël e fare pak të rëndësishme, në një kohë kur Iliria ishte e mbushur me qytete të mëdha, duket disi e pazakontë. Për mjeshtrinë atyre arkitektëve të Zot kishin nevojë dhe krahina të tjera të vendit, por në fakt gura qëndron unike në vendin tonë. Po përse mund të jetë ndërtuar pikërisht në atë zonë? Studiosit nuk e përjashtojnë mundësinë që zyrtar të lartë perandorak, shumë të njohur të asaj kohe, të joshur edhe nga pasuritë nëntoksore të Arit dhe Bakrit, kanë preferuar që të banojnë në Fan dhe duke shfrytzuar pozitën e tyre të lartë për të ndërtuar një vendbanim model, ku ujësjellsi është e vetmja dëshmi që na ka mbetur. Dokumentet e kohës së Justinianit tregojnë se në rajonet metalmbajtëse të Arit, Argjendit, Bakrit e tjerë, ku përfshihet edhe mirdita e sotme, ka patur në punës perandorak që merreshin me administrimin e kësaj pasurie dhe parandalimin e vjedhjeve të saj. Rrethanat ekonomiko-shoqërore na çojnë në një hipotezë më të besueshme. Ishte shekulli i 6, në kryet e perandorisë bizantine kishte ardhur Justiniani i Madh i Lirë, i cili mbrojtjen e Ilirisë e bëri çështjen e tij personale. Në territorit ilire në atë kohë u ndërtuan 10 qyteza të reja dhe u fortifikuan dhe u ndërtuan 10 të tjera. Edhe qyteza e Domgjonit, e cila duhet të kishte qenë një kështjellë me mure rrethuese,
brenda të cilës duhet e kishte patur kishën që edhe sot ndodhet aty. Banesa për strehim dhe objektet e tjera që i dhan atributet e qytetës. Jo më kot është thënë që uji është burim i jetës. Në afërsi të burimeve ujore janë ngritur kishat, e përreth tyre kanë lullzuar vendbanimet. Por prap ajo që mbetet një mister i pazbuluar është se përse u ndërtua vetëm një gurë e tillë në Shqipëri dhe përse në atë vend. Çfarë të fshethash të tjera mban ajo zonë? E lehtë për të thënë dhe e vështirë për të zbuluar. Por deri më tani, një pikë orientimi e fortë, megjithse e vetme, është ajo gurë 1400 vjeçare. Jemi kthyer në studio, pra kjo ishte historia e gurës së Domgjonit, ndërkohë që nëse ju keni diçka tjetër për të shtuar dhe për të sugjeruar, mundet të telefononi sonte në emisionin ton, për të marrë vesh dhe njëherë në këtë histori ka shumë pikë pyetje, shumë misteret pas zgjidhura. Megjithatë, ne jo pa qëllimi sjellim dhe njëherë në vëmendjen tuaj për të hedhur dritë pikërisht në këto histori të pazbuluara dhe shumë të errta e misterioze për gjithë publikun shqiptar. Ndërkohë që kalojmë tashmë në rastin tjetër, të nderuar miq, sonte pra kalojmë në rubrikën tonë Kthim mas vitesh, për të qëndruar dhe njëherë tek historia e Kastriote Lazes, ose më mirë Kastriote Lazellarit, pasi kjo familje ka mbajtur dy mbiemra, Laze dhe Lazellari. E kërkojmë në Australinë e Largët. Javën e kaluar, pra përpara dy emisionesh, ne kemi trajtuar për herë të parë këtë histori, kemi pasur madje dhe lidhje drejt për së drejti me Australinë nga Victoria, me korespondentin ton atje, por për gjithë ju që dëshironi të dini se kush është Kastriote Laze dhe cila është historia e kësaj familje, unë do doja të ndiqnim historinë dhe njëherë, por përpara do doja të ftonim personin që kërkon Kastrioten dhe që është xhaxha i saj, Zoti Bashkim, mirëmbrëma. Shëndetje. Mirëmbrëma dhe njëherë, mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma, mund të uleni. Pra, përpara se ne t'ju themi ku kemi arritur për momentin, edhe njëherë le t'japim historinë e Kastriotes për gjithë personat që nuk na kanë ndjekur 2 javë më parë në këtë studio. Ndjekim pra cila është historia e kësaj familje, si ata kanë humbur lidhje dhe kontaktet shumë vite më parë. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë. Every time we say goodbye, I die. Ishte një periudhë shumë e vështirë për të përjetuar. Vite të brishta të lidhjeve në distancë. Periudhë mohimi i gjakut tënd. Atëherë, kushdo fjalë mund të përdorë kundër teje, dhe liria e saj nuk ishte një vlerë. Mbete vetëm një zgjidhje, të pranoje gjithçka në heshtje të plotë. Bashkim Lazaj është ndër të paktët ata njerëz që shpreson se nuk është vonë për të sjellën të tashmen pjesë që dikur janë mohuar. Vitet në demokraci ja kanë përforcuar më shumë këtë parim, duke bërë çmos që distancat e largëta t'i shkurtoj në kërkim të një njeriu shumë të veçantë për të. Kastrioti fillimisht ka ikur i mobilizuar ushtar, jo se kishte moshën, po e mobilizuan, bashkë me të kushin e tij Banushin. Këta nërësek janë narratis. Jo vetëm këta, po një togë e mirë. Këtë e di nga një oficer, që ka qenë oficer në atë ko atje. Disa muaj, 3-4 muaj, u zbulua në Itali. Dhe nga Italia, ka ikur mbas, në Itali ka bërë një operim, vetë, dhe është këputur me Banushin e ka ikur në Australi. Në Australinë e Largët në vitin 1951, duke se Kastrioti kishte gjetur lirinë e jetesës dhe lumturinë e tij. Këtë e shprehte më së miri në ato pak letra që ai dërgoi në familje, por që për fat të keq, asnjëherë nuk mori një përgjigje,
për të mësuar për vitet e vështira të familjes së tij në Shqipëri. Në Australi ka hyrë në punë me njerë dhe filloi të na dërgoj letra. Por në këtë kohë që ka ndodhur kjo punë, ne na kanë arrestuar plaku në burg. Po letrën e parë, kur u hapën atëherë 51-shi, nuk ka qenë më tepër se 51, më kupton? 1951-shi. Se kanë qenë gjërat e mbyllura. Kemi me atë letër pasaj që ky sos në Australi, ka hyrë në punë, pyet kush është e kush s'është. Mirë po ne letrat vetëm sa i lexoni ne i merrni letrat tona, i merrte operativi. Fejesa me një vajzë italiane, quajtur Antoneta, ishte një ndër lajmet më të bukura që ai kishte nisur në letra në vazhdim. Tashmë, Kastrioti kishte arritur ato që dëshironte: një punë, një familje të re dhe mbi të gjitha, lirin për të zbatuar dëshirat e tij në një tokë të huaj. Mbas fejesës, ky ka shkuar në një liçen, është larë, bashkë me të vllajën e Andonetës, dhe ky është mbytur në këtë kohë. Por Andonetën e ka lënë shtatzan. Andoneta dërgon një letër motrës, por kjo nuk ja kthen përgjigjen. Edhe kjo. Rrinte në Gjirokastra dhe nuk i ktheu përgjigjen. Ajo kërkonte që të thoshte që unë kam lind vajzë dhe emrin ja ka dhënë Kastriote. Më kupton? Po t'ishte djalë do t'ja vjen Kastriot, na dolli gosto t'ja ka dhënë Kastriote. Po ju të më ktheni përgjigje dhe të më thoni se kush jeton, kush është gjallë në Albani. Ne këto përgjigje nuk ja kthem dot Andonetës. Kjo atëre dërgoj fotografinë. Kjo është fotografia, ja dhe gotë. Këtë kërkojmë neve. Për fat të keq, këto ditë të lumtura ishin të pakta dhe këtë gjë familja e Kastriotit e mësoi nga letra e fundit e ardhur, kësaj here nga gruaja e tij, Antoneta. Aty shkruaj se djali i tyre, Kastrioti, për fat të keq, kishte humbur jetën në një aksident. Por kjo letër ishte dërguar dhe për një arsye tjetër, që kërkonte t'i mbante edhe më të forta lidhjet e reja, tashmë mes Antonetës dhe familjes Kastriotit në Shqipëri. Një mbetës që quhej Kastriote, një fëmijë në atë kohë që kishte gjakun e Kastriotit, një emër që sa herë kujton, rrit më shumë shpresën dhe dëshirën për ta takuar, sepse ky fëmijë që tani është një grua në moshë të rritur, është kujtimi më i bukur që vllai la nga pas, që prej aratisë së tij. Tashmë nuk janë të shumë njerëzit e afërm që i kanë mbetur në Shqipëri, por zhazha i saj, Bashkim Lazaj, e ka shumë të rëndësishme ta njohë nga afër, si pasardhësen e vetme të vllajt të tij të shtrenjtë. Jemi kthyer në studio, pra kjo ishte historia e Kastriote Lazëllarit dhe Kastriot Lazëllarit, babait saj, sepse Kastrioti ja mban emrin të paktën, ja ka dhënë nëna e saj të tjatit. Ndërkohë që javën e kaluar, kur ne, pra 2 javë më parë, kur ne kemi publikuar këtë histori, patën shumë telefonata. U fol për një person i cili kishte shkuar, pra një person i afërm i familjes tuaj, Banushi, apo jo? I cili kishte shkuar në Australi dhe kishte marrë pjesë edhe në varimin e Kastriotit, sipas tij gjithmonë. Kemi tentuar gjatë gjithë kësaj kohe që të lidhemi me këtë person. Ka pasur shumë telefonata edhe nga disa teleshikues të cilët ne ndoqëm pra edhe një dëshmi nga një person i cili thotë se kur ka qenë dikur në Australi tek të afërmit e tij, ka parë në murin e familjes një foto të kushuririt të tij me Kastriotin. Megjithatë do doja të ndiqnim një insert, një kronikë investigative që ne kemi përmbledhur gjithë informacionet që janë grumbulluar dhe dëshmit gjatë gjithë kësaj kohe, dhe ku jemi për momentin me historitë, madje edhe disa telefonata shumë të rëndësishme, dëshmi
që ne kemi bërë edhe kemi arritur të kontaktojmë me gruan e Banushit, sepse fatkeqësisht Banushi është larguar nga jeta. Kemi arritur të kontaktojmë me të, ajo jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Viti 1946. Kastriot Lazellari arratisët së bashku me shokun e tij Banush Lazellari nga reparti ushtarak i Ersekës. Por vite me radhë, familja e tij nuk mësoi asnjë fakt për të, kur në vitin 1951 vjen një letër nga Australia. Kastrioti kishte mbërritur në kontinentin tjetër, sipas itinerarit të ndjekur Greqi, Itali, Australi. Në fotografitë e nisura së bashku me letrat, ai tregonte se tashmë jetonte me një grua italiane të quajtur Antoneta. Në vitin 1953, në letrën e radhës të fundit të nisur nga Antoneta, familja mori lajmin e hidhur se Kastrioti ishte larguar nga jeta, pa e ditur se ishte babai një vajze të vogël, që kishte marrë emrin e tij, Kastriote. Ky ishte momenti i fundit nga kur familja Lazellari mori lajmin nga Australia. Kërkimi i pasardhësës së Kastriotit, pas 10 vitesh në programin Njerëz të humbur, ndezi shkëndijat e para të shpresës për gjetjen e saj. Në kërkim të adresës së tij në Australi, përpjekjet filluan në gjetjen e një kontakti me Banush Lazellarin, shokun me të cilin u arratis Kastrioti. Më në fund ky kontakt u realizua me gruan e tij të quajtur Sonja, pasi nëpërmjet saj mësuam se Banushi ishte ndarë nga jeta vite më parë. Në Shqipëri e kanë ikur, kanë në Shqipërinë, përse disa vrisin Banushin. Se ishi antikomunist, të rinë, të dhja ikën, Kastrioti e Banushi ikën bashkë në Greqi, kur ketën në Itali, kanë thënë, ku do të shkoni? Kur ketën në Itali, kur i kanë pjesur, do të shkoni në Australi, o do të shkoni në Kanada. Në Gjermani. Kastrioti vajte në Australi, Banushi vajte në Gjermani. Në Australi, ka një vajtë italiane. Nuk di kur gjëna, shumë vit kanë shkuar. Informacionet e mbërritura në studio nga shqiptarë në kontinentin australian kanë treguar se Melbourne ka qenë qyteti ku Kastrioti ka jetuar. Në morinë e këtyre telefonatave, një prej teleshikuesve ka treguar se për rreth 15 vjet me radhë, Kastrioti ka qenë miku një shqiptari të Kosovës, i quajtur Gjergj Xhuxhaj. Pra ju keni udhëtuar në Australi në çfarë viti? Në vitin 1999, edhe për herë të fundit kam qenë në 2001, po në 99 edhe në 2001 ne kam pasur foto të Kastriot Lamit. Këtë foto kam parë rreth 40 vjeçar, më ka thënë që kam dalur në këtë foto me të. E keni pyetur se kush është ky person, ju ka treguar diçka, kush uriri juaj? Unë e kam pyetur edhe më ka thënë kaq. Kam një shok nga Përmeti, edhe Kastriot Lama. Edhe kam punuar prej 15 vjetësh kam punuar me të në një fabrik hekuri. Së fundmi një tjetër telefonues ka ndryshuar rrjedhën e kërkimeve për të kaluar në një tjetër kontinent të largët, Amerika. Thuhet se gruaja e Kastriotit, pas vdekjes së tij, ka emigruar drejt New Yorkut bashkë me vajzën e saj. Da, juaj ka vdekur ta? Po, për Kastrioti ka vdekur vitin 1956. Pas Melbourne-it e shoqja dhe vajza kanë ardhur në Amerikë dhe kanë jetuar në New York. Në çfarë viti bëhet fjalë? Vitin 1957. Pra, jemi kthyer në studio, kjo ishte gjithë përmbledhja e atyre informacione e telefonatave që ne kemi marrë në emision. Ndërkohë, siç u thashë pak përpara, kemi arritur të lidhemi me bashkëshorten e Banushit, e cila jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo na ka thënë diçka, unë do doja t'ja jepja fjalën gazetarëve, pra çfarë bisede keni pasur me zonjën e zotit Banushi, pra Banush Lazellari, sepse është pjesëtar i familjes,
i cili ka qenë dhe personi me cilin është larguar Kastrioti, janë takuar në Itali dhe nga Italia janë ndarë, Kastrioti ka shkuar drejt Australis, ndërsa Banushi drejt Shtetet Bashkuara, kanë dhe në Gjermani dhe mëtej drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë çfarë ka thënë kjo zonjë? Lidhur patjetër me gruan e Banushit, e quajtur Sonja. Në radhë pana ka treguar se për fat keq Banushi është larguar nga jeta përpara disa vitesh, gjithsesi ajo kishte njohje shumë të mira për ngjarjet e kaluara që atij kishin ndodhur së bashku me Kastriotin dhe për këtë arsye dinte edhe vazhdimsinë se çfarë kishte ndodhur me Kastriotin pas largimit, pas shkputjes me Banushin nga Italia. Ajo na ka treguar se në fakt gruaja e tij, Antoneta, mendohet se pas disa vitesh pasi Kastrioti ishte larguar nga jeta, ishte larguar në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bisedën me këtë zonjë ne e kemi, apo jo? Po, patjetër që e kemi. E paraqitëm edhe në insertin që pak më përpara. Po, dhe tekstualisht çfarë tha ajo dhe informacion tjera që ndoshta nuk i kemi dhënë në kronik. Pikërisht, mendohet pra menjëherë, ashtu e thashë pak më përpara, Antoneta menjëherë pas vdekjes së Kastriotit, mendohet se nuk ka vendosur që të largohej nga kontinenti australian për të kaluar në një kontinent tjetër, në kontinentin amerikan dhe konkretisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe aty të paktën me ato informacione që ajo ka marrë vesh, mendohet se Antoneta është martuar me një shtetas tjetër italian dhe nga kjo martesë ka pasur edhe 2 fëmijë të tjerë. Ndërkohë me Kastriotin çfarë është bërë? Ka qëndruar në Australi apo dhe ajo është larguar së bashku me nënën e saj drejt... Besoj se nuk dihet, por megjithatë nga pyetja që ne i kemi drejtuar vetë Sonjas, ka menduar se ajo është larguar së bashku me nënën, duke qenë se ka qenë në një moshë tepër të vogël, natyrisht që Antoneta e ka marrë me vete drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, këtu kemi zbuluar një fakt shumë të rëndësishëm. Sipas zonjës Sonja, pra bashkëshortes së zotit Banush, ajo ka thënë se Antoneta, pra bashkëshortja e Kastriotit, së bashku me vajzën është larguar nga Australia me vdekjen e Kastriotit dhe ka ardhur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në çfarë shteti të Amerikës e ka përcaktuar? Deri tani në fakt nuk ka asnjë shtet brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është përcaktuar si shtet. Është përcaktuar një shtet, por jo nga Sonja, por nga informacionet tjera që kemi marrë. Ato që ne kemi zbuluar. Pra, ka thënë se ka ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka përcaktuar se në çfarë shteti, madje aty është martuar me një shtetas italian dhe ka vazhduar jetën normalisht, duke sjellë në jetë 2 fëmijë të tjerë. Megjithatë, nuk e dim nëse Kastriotja ka qëndruar në Australi apo ka shkuar së bashku me tjemën, por përderisa ka qenë në moshë të vogël, presupozojmë se mund të ketë shkuar së bashku me tjemën. Megjithatë, korrespondenti jonë në Australi, zoti Arjan, edhe një herë ka bërë kërkimet e tij për të vërtetuar, ndoshta edhe për parë se cilat kanë qenë të dhënat që ka dhënë zonja Sonja, por dhe ato që mund të ketë mësuar dhe vetë Arjan Çela, të cilin e kemi në linjën numër 1, drejt përse drejti nga Australia, nga Victoria, apo jo? Mirëmbrëma Arjan. Përshëndetje Aida. Përshëndetje. Unë fillimisht dua të falenderoj për gjithë punën dhe disponimin tënd që ke pasur për këtë histori. E di që është pak e vështirë sepse rrugët janë të largëta. Njerëzit pra tashmë shpeshherë heshtin për arsye kanë kaluar shumë vite. Megjithatë, çfarë keni zbuluar, keni dëgjuar gjë rreth kësaj familje? Aida, unë kam shpërndarë gjitha informacionet që më ka dërguar gazetarja tuaj. Ato janë shpërndarë në Melbourne, në qytetin ku ajo më ka dhënë informacionin e fundit që Kastrioti ka jetuar në Melbourne. Ka jetuar dhe ka punuar për disa vite aty. Dhe miqtë mi që ndodhen në Melbourne, po mundohen që të interesohen nëpërmjet njerëzve që ata kanë aty nëpërmjet shqiptarëve të vjetër, se siç e ditë vetë, ai ka qenë i moshuar edhe vitet kanë kaluar dhe janë shumë të pak njerëzit që janë të vjetër tani në këto vite. Ne kemi marrë vesh dhe një informacion tjetër që ndoshta bashkëshortja e tij është larguar drejt Amerikës. Megjithatë, me emrin e bashkëshortes së Kastriotit, pra zonjës Antonia, keni zbuluar diçka, ajo vazhdon të ketë dokumenta, të ketë pra gjurmë në ndoshta në shtetin australian apo nuk figuron askund? Keni zbuluar? Deri tani nuk kemi marrë asnjë informacion të saktë. Mirë, Arjan. Po? Po mundohemi nëpërmjet komunitetit shqiptar që kemi këtu dhe në gjithë miqve që njohim, na ndihmojnë brenda mundësive që ata kanë.
Edhe diçka tjetër, na është thënë se ai ka punuar pra në një fabrikë hekuri në Victoria. Mund të më përshkruani pak se sa qyteti madh është Victoria dhe nëse keni zbuluar kush ka qenë kjo fabrikë hekuri, është e vetmja një fabrikë apo ka dhe të tjera? Shkojta, Melbourne është një qytet shumë i madh, edhe si në ato vite dhe në këto vite janë shtuar edhe shumë fabrikat të tjera dhe që janë modernizuar me emra të ndryshëm. E kuptoj dhe shumë e vështirë për të marrë informacione. Shumë e vështirë, se nuk e di ma emrin e fabrikës ka punuar që të mundohemi të kërkojmë atë emër fabrike. Mirë, Arjan, unë të falenderoj, të përshëndes shumë dhe shpresojmë nëse do të keni diçka tjetër, ndoshta do të rilidhemi sërisht. Për momentin, mirupafshim. Mirupafshim, falemderit. Pra, kishim këtë lidhje drejt për së drejti nga Australia me Arjan Qelën, e pikërisht nga Victoria. Pra, si mbas tyre, Arjani nuk është se është zbuluar, kanë kaluar shumë vite, apo jo, por nuk është se kanë zbuluar diçka. Megjithëse ka shpërndar fotot e kastriotit dhe të kastriotit së vogël, kanë kaluar shumë vite, edhe nuk e dim se si është pamja e saj sot, sepse aty është një foto të moshës së saj 2-3 vjeçare. Megjithatë ka shpërndar foton e kastriotit dhe është të mbledhur lobi shqiptar atje në Australi për të marrë vesh ndoshta din diçka më tepër për kohën kur ai ka jetuar në Melbourne. Pra në Australi, sepse tashmë kemi zbuluar vërtet të sakt faktin se ai ka jetuar në Melbourne të Australisë. Kastrioti së bashku me familjen e tij. Vim pak tek kthehemi tek ato që na ka thënë Sonja, se Antonia ndoshta ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me kastrioten. Ne, duke marrë parasysh pikërisht të informacionit, cili na u duk jashtëzakonisht me baza, sepse banushi pra ka shkuar në Australi, ka marrë pjesë dhe në varimin e kastriotit, ndërkohë që vetë Sonja deklaroi se ajo e dëshpëruar pra mbas humbjes së të shoqit, është detyruar të largohet nga ai realitet, të largohet nga Australia, të shkojë drejt një kontinenti tjetër, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëtej, ne kjo nga ka bërë të fillojmë kërkimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe çfarë kemi zbuluar? Në fakt, kemi zbuluar atë që, le të themi, kemi vërtetuar akoma më tepër se ky informacion që Antoneta së bashku me vajzën e saj kastriotes është larguar drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të jetë një informacion i vërtet. Dhe kjo ka ardhur nga një telefonues tjetër, i quajtur Adriatik Dule, i cili na ka treguar se ka njohur një person, një mikun e tij, i quajtur Safet Aliaj, dhe i cili ky fundit ka pretenduar se ka qenë miku i kastriotit në shtetin australian. Ai ka treguar se ka pasur njohje familjare, pra jo vetëm me kastriotin, po edhe me gruan e tij Antonetën, dhe po ashtu i ka thënë të njëjtin informacion se menjëherë, pra pas vdekjes së kastriotit, Antoneta është larguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me vajzën e saj kastrioten, dhe këtu për herë të parë ai përmend dhe shtetin e New Yorkut. Në New York. Po. Pra për herë të parë dalin gjurmët se ndoshta ato janë vendosur në New York. Në New York, po. Në çfarë zone të New Yorkut është? Është tepër e vështirë sepse flitet për dekada më parë, pra për shumë vite më përpara. Dihet vetëm shteti i New Yorkut dhe nuk dihet më saktë ndonjë adresë akoma më e hollësishme brenda këtij shteti. Megjithatë, dua të them se për fat të keq ky person, Safet Aliaj, po ashtu është larguar nga jeta. Gjithsesi, djali i tij, i quajtur Zenel Aliaj, i cili është në jetë, mendohet se po ashtu e di këtë informacion dhe mbase mund të ketë kontakte edhe sot me Antonetën dhe vajzën e saj kastriote. Kjo është një lajm shumë i mirë. Me cilin ne nuk kemi rënë kontakt akoma dhe do donim. Edhe një herë si quhet sepse ndoshta na ndjekin tani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo pa qëllim në rastin e kastriotit se lam për të fundit, sepse kemi ndryshime ore me Amerikën dhe Australinë, ndërkohë që si quhet zotëria dhe cila është ndihma që ne kërkojmë momentalisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga shqiptarët që ndjekin zotit me emrin Zenel Aliaj. Pra është djali i Safet Aliaj, miku të ngushtë të kastriotit, kur ka jetuar në Australi. Mendojmë se është personi i cili di se si ka qenë vazhdimësia e historisë së Antonetës dhe vajzës së saj kastriotes, dhe për ta arsye ne do donim që na telefononte dhe të shpresojmë që na ndjek në këto momente, ose ndonjë person tjetër që mund ta njohë Zenelin dhe të cilin mund ta komunikoj që është një person me të cilin duam të kontaktojmë sa më shpejt, për të marrë vesh adresën se ku jeton kastriota së bashku me nënën e saj Antonetën.
Pra i bëjmë thirrje personit me emrin Zenel Aliaj. Zenel Aliaj, për Zenelin dieshe pra familja Aliaj ku jeton dhe në çfarë shteti të Mendojmë Amerikës? se po ashtu mund të kenë kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në çfarë shteti? Nuk e di mende, po. Pra, Zenel Aliaj, ju, po? Në Australi. Atje jeton dhe sot. Në Australi ka jetuar, por... Jo, ai atje është dhe sot Zeneli. Ju nga e keni këtë informacion? Kam informacionun, bëra dhe unë një takim me njëri. Dhe Zeneli jeton në Australi? Edhe emrin ati qyteti që ju kanë dhënun atje është. 6 vjetë ka që ka vdekë jati, atje ishte. E tani s'ka se si të këtë lëvizur i birin të shkojnë në Amerikë. A ishtë po në atë vend, po në atë qytet. E vis, pra Zeneli mendohet se ndoshta ka kontakte me Kastriotën dhe me Antonetën edhe... Sepse marrëdhëniet e këtyre dy familje kanë vazhduar edhe pas largimit të Antonetës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ka qenë një misie ngushtë mes pra zotit Safet Aliaj, mikut Kastriotit dhe vetë Kastrioti, edhe pas vdekjes së tij. Dhe për të arsye mendohet se mbajnë ende kontakte. Mbajnë ende kontakte akoma. Të shpresojmë ndërkohë dhe njëherë ju keni pasur kontakte vetë me Zenelin, keni ndonjë numër telefonit të Zenelit? Jo, s'kam, po të isha numër telefonit e kisha dhe në qatë ditë. Atëre këthemi sërish në Australi për të gjetur Zenelin. Më falë një minutë. Ky është takuar me këtë Adriatikun, ky Zeneli. Kupton dhe i ka dhe në fotografi, i ka dhe në letra, po këtë tani e këto letra e këto zarfe, nuk i për... Se unë fola vetë në telefon, në thash dhe në emisionin e parë. Me kë folën në telefon? Emisionin e parë, jo, nuk na keni thënë gjë për bisedën që ke pasur me Adriatikun. Me Adriatikun, të kanë thënë dhe a i thot që unë nuk kam, si kam me ato Andresa thot, po di thot që Kastriotja thot me Andonetë kanë ardhë në Amerikë. Ashtu atë që ka thënë dhe juve. Po Safetin drejt për drejt e ka takuar ky, Adriatiku. Adriatiku. Po, edhe fjallët atje ishin të sakta se... Adriatiku momentalisht jeton në Florida dhe është nipi juaj, i cili ka bërë dhe a i vetë kërkime, madje ka zbuluar nga një kërkim në policinë e Ohio's, është ndaluar një zonjë me emrin Kastriote me origjinë shqiptare. Thjesht ka menduar se mos ndoshta është mbesa e juaj, pra është kushurira e tij, por me emrin Kastriote mund të ketë dhe shqiptarë të tjera dhe nuk mund të vërtetojmë që është Kastriote Lazellari. Po që me këtë mbi emër dhe me këtë emër s'ka se si tjetë një tjetër. Thjesht është zbuluar emri Kastriote, nuk është zbuluar mbi emri. Në Ohio të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është bërë ndales. Ta tha Adriatiku këtë? Po, Adriatiku e ka deklaruar këtë, ka kërkuar, por nuk dihet është Kastrioti apo është dikush tjetër, sepse vetëm emri është dhënë, pra emri Kastriote. Nuk dim është Kastrioti apo është dikush tjetër, sepse nuk është dhënë mbi emri. Kjo është me 100% që Kastrioti është, nuk ka se si të korrespondoj, se Kastriote e qik emri rrallë, jo i... Ka dhe personat tjerë me emri Kastriote, nuk është... Me që ka i kur ka brat transferi më andej, dhe ka vajt atje. Në Amerikë. Mendoni se mund tjetë Kastrioti a pikërisht kjo që është ndaluar nga policia pra e Ohio's, ndoshta për punën e makinë, nuk e di më arsyem se është ndaluar, këtë informacion ne jemi duke ja përcjell dhe policisë pra shtetit të Ohio's për të marrë një informacion të plot për mbi emrin, sepse nuk është dhënë mbi emri. Mua më thot një mendje kjo duhet jetë patjetër. Të gjitha informacionet, zoti Bashkim që t'jeni dhe ju ndjeni, por dhe të gjithë familjarët e tjerë, të gjitha informacionet që ne marrim, të gjitha shtrohen në tavolinë, sheshohen, shikohet kush janë të vërteta dhe kush nuk janë të vërteta. Unë dua t'ju them se të gjitha ata persona që ne kemi zbuluar nuk ishin të bënin me familjen tuaj. Atë na e kanë pohuar ata vetë. Tani ne jemi duke kërkuar rreth personit të vërtet që ka të bëj pra me ju dhe që është Kastriotja, sepse ne prandaj unë ju thash pak më përpara që ka dhe personat e tjerë me emrin Kastriote, sepse i kemi telefonuar dhe na kanë dalë. Të shpresojmë që kjo e policisë e shtetit të Ohio, që është kapur nga policia, të jetë vërtet mbesa juaj. Ka diçka tjetër e vis? Jo, në fakt, dua të shtoj vetëm faktin që besoj se nga kërkimet, nga telefonatet deri tanishme, na rezulton se vërtet mund të kenë ndodhur shpërngulja e Antonetës së bashku me vajzën e saj Kastriote nga Australia drejt Amerikës. Pra është një fakt që pohohet nga zonja Sonja, pra nga gruaja e mikut të ngushtë të Kastriotit dhe po ashtu edhe nga personi tjetër i cili ka qenë po ashtu mik i ngushtë i Kastriotit i quajtur Safet Aliaj. Safet Aliaj nuk jeton më, por jeton djali i tij Zenel Aliaj, për cilin familjarët, pra zoti Adriatik, i cili është dhe nipi i zotit Bashkim,
Njëri nga familjarët e Kastriotes mendojnë se ndoshta Zeneli di diçka për ekzistencën dhe mund të ketë lidhje dhe me Kastriotin momentalisht. Ndërkohë që Zeneli është në Australi dhe simbas këtyre që ne kemi marrë dhe nga Sonja, Kastriotja së bashku me nënën e saj mund të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndoshta në New York. Këto janë të dhënat që kemi mësuar deri për momentin. Kemi diçka tjetër që mund të shtojmë nëpërmjet kërkimeve tona në faqet e ndryshme të internetit, Benard. Kemi diçka të rëndësishme për Kastrioten. Në fakt, ne kemi kontrolluar, por duke qenë se ka ngaluar dhe shumë vite, presupozohet që ndoshta mund të kenë bërë dhe ndonjë transformim të mbiemrit. Dalin mbiemra të përafërt, por nuk mund ta themi me siguri nëse kemi të bëjmë me të njëjtën familje. Këto janë për momentin ato që ne dëshironim të jepnim, kërkimet vazhdojnë. Janë të vështira, por jo të pamundura. Megjithatë, zoti Bashkim, në qoftë se ajo të dëgjonte sonte, nuk e dim në qoftë se di shqip apo jo, çfarë do t'i thoshit? Unë do t'i thosha vetëm një numër telefoni që të marrin vesh nëse jeton apo ku ndodhet. Asgjë tjetër. Dhe që të njihet me xhaxhain e saj, se të paktën me babain ndoshta ka qenë moshë të vogël kur ai është larguar, por familja ekziston. Unë i bëja thirrje dhe të gjithë atyre personave që mund të kenë mundësi të na lidhen me Kastriote Lazellarin ose Kastriote Laze. Ajo ka lindur në Australi, mendohet në Melbourne, pasi aty ka jetuar, është vërtetuar tashmë adresa e saktë se ku ka jetuar Kastriote Lazellari së bashku me Antonetën, bashkëshorten e tij me origjinë italiane dhe me vajzën. Ajo ka lindur në Melbourne dhe me sa duket mbas vdekjes së tiatit, është shpërngulur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës e pikërisht në New York me gjithë të jemën e saj. Nëse ju keni informacione dhe mundet të na ndihmoni, sonte unë do t'ju ftoja të telefononit në numrat tanë të telefonit për të na dhënë këto informacione që për familjarët e Kastriotes janë shumë të rëndësishme. Kemi diçka tjetër, a ka pasur ndonjë informacion, kemi ardhur në fund tashmë? Kemi ndonjë telefonat apo ndonjë informacion, do doja më bëri një përmbledhje të gjithë atyre informacioneve që kanë ardhur për momentin, Silva. Atëherë, për sa i përket Beshirukut, ne kemi kontaktuar prapë mbrëmjen e sotme edhe sërish me medialin që na ka dhënë një informacion më të mëtejshëm për sa i përket Alaskës. Ai ka angazhuar dhe një shokun e tij i cili është avokat në Anchorage të Alaskës dhe ai po përpiqet që në përburgjet të Anchorage të interesohet nëse ky person për Beshirukun mund të ndodhet, pasi kemi pas informacion dhe të mëparshëm që ndoshta ky person mund të ndodhet, domethënë, në burg për shkak të mungesës së dokumentave. Mund të ndodhet në burg për shkak të mungesës së dokumentave. Të shpresojmë që vërtet që të jetë Beqiruku, me cilin familjarët kanë humbur kontaktet para shumë vitesh. Ndërkohë ka pas diçka tjetër, Stella? Do të bëjmë dije që i cili kishte humbur në 15 shkurt të vitit 2002 në New York, kemi marrë disa telefonata natën e sotme, të cilët personat janë shprehur të gatshëm për të na ndihmuar në bazë të dhënave dhe adresave që neve disponojmë. Kështu që ndoshta mund të jetë një shenjë mirë dhe mund të kemi informacione në vazhdimsi për Zenelin. Tjetër po se da? Në Florin Gjergjit Aida, djalit 29 vjeçar nga Lezhë, vin informacionet e fundit në vitin 1995 sërish nga Selaniku. Nga Selaniku. Po, ka shkëputur kontaktet me familjen, ose edhe që vin informacionet e fundit të cilët dhe familja i dinte. Javën e kaluar, se da ne kemi publikuar edhe njerë, kemi bërë thirrje për një familje në Devoll, apo jo me mbiemër Kaja. Unë do doja edhe njerë ta rikujtonim, sepse deri për momentin nuk kanë telefonuar në emision. Atëre, po? Po, Aida, atëre, kërkohet një zotëri i cili quhet Demir Kaja, i martuar me një zonjë e cila quhet Fiqërie. Kanë 4 fëmijë, një djalë i cili quhet Gëzim dhe 3 vajza. 2 vajzave të mëdha i dihet emri, ndërsa vajzas së vogël nuk i dim identitetin e saj. 2 vajza quhen Liliana dhe Kadriana. Këtë person e kërkon nipi i tij, zoti Recep Kaja. Babai i Recepit, i cili quhet Kasem, është larguar që në moshën të vogël, 3-4 vjeçare në drejtim të Turqisë nga Devolli i Korçës. Duhet të theksojmë sepse kjo familje mendohet se është nga Devolli i Korçës dhe mendohet se është nga fshati Shinkollas i Korçës, pasi në letra që ata kanë shkëmbyer, më fali, për disa vite, në mbiemrin e tyre në letra pra ishte i shkruar mbiemri Kaja dhe Shinkolli. Shpresojmë që të marrim informacione sa më të sakta dhe unë i bëj thirrje të gjithë atyre personave që din diçka ose e njohin këtë familje të na kontaktojnë në numrat tanë të telefonit për të na dhënë informacione se ku mund të jetë kjo familje. Jemi duke ndjekur pra edhe foton dhe të dhënat e tij, ndërkohë Recep edhe një herë mbiemrin Kaja ose Shinkolli. Recep Kaja është personi pra që ka ardhur nga Turqia dhe që ka trokitur në emisionin ton, kërkon pjesën tjetër të familjes këtu në Shqipëri.
Edhe njëherë i bëjmë thirrje familjes Kaja nga fshati Shinkoll i Devollit, nuk e dim Shinkollas i Devollit, nuk e dim vazhdojnë të jetojnë akoma në këtë fshat, në këtë zonë, apo janë larguar që andej. Megjithatë, me mbiemër Kaja, kërkohen nga një shtetas turk me origjinë kombësisht shqiptare, babait të cilit ka ikur para shumë vitesh nga Devolli Korçës drejt Stamboll, drejt Turqisë. Ai është kthyer tashmë për të gjetur rënjët e tij. Nëse ju e njihni këtë familje, do t'ju lutesha kontaktonin me njëherë me emisionin ton. Benart, ka diçka tjetër? Do doja të thoja për Froktolin, ka patur një informacion që vinte nga Gjermania, gjithsesi do duhet të verifikohet. Në lidhje me historinë e Ilmi Çelës, kemi ndonjë lëvizje nga Izraeli apo me ngelemi prapë në Greqi? Në Ilmi Çelës, momentalisht mbetemi në Greqi, megjithatë do shohim, do konsiderojmë edhe pistën e Izraelit. Mendoj se kemi hapur një dritare të re tashmë për historinë e Ilmiut, kërkimet tona drejt Izraelit, do t'i shkojmë deri në fund të marrim vesh kush është patër Timoteo, është Ilmi Çela që ne kërkojmë apo është dikush tjetër. Siç e thash dhe në fillim, kemi dëshmi shumë të rëndësishme që mund të jetë i njëjti person. Megjithatë ngelemi në këtë prizëm derisa ne të zbulojmë të vërtetën dhe gjithçka ta kemi të shkruar në letër dhe të marrim një përgjigje zyrtare. Ndërkohë për Kastrioten, kërkimet vazhdojnë tashmë drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejt New Yorkut, por në Australi kërkojmë të lidhemi me Zenel Aliaj, i cili është djali i Safet Aliaj, që ndoshta sipas disa të dhënave mund të ketë lidhje momentalisht me Kastriote Lazellarin ose me Kastriote Lazen, e cila me sa duket banon tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dhe të tjera, të nderuar miq, do të ndiqni pra të gjitha kërkimet tona dhe në bazë të telefonatave që ju keni bërë dhe që do të bënin vazhdim javës që vjen. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, takohemi të mërkurën që vjen. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.